إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد تجث لافدريمت I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Atë lavdërojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej Tij kërkojmë. I kërkojmë mbrojtje Allahut nga e keqja vetëve tona dhe punëve tona. Atë që udhëzon Allahu nuk ka kusht ta humbë, ndërsa atë që e çojë në humbje nuk ka kusht ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut vetëm pa ortak. Po ashtu dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe I dërguari I Tij. Lëvdata e shumtë dhe shpëtimi I madh I Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe shokët e Tij, si dhe mbi gjithë ata që I pasuan ata me përpikmëri deri ditën e Kiametit e më pas. Robert Allahut, vërtet njohja e historisë para dërgimit të profetit sallallahu alaihi wasallam nuk është thjesht rrëfim ngjarjesh, por është një pasqyrë që na tregon madhështinë e mirësisë së Allahut ndaj njerëzimit. Sepse përmes saj ne kuptojmë se nga çfarë errësirash I nxorri Allahu I lartësuar robërit e Tij dhe në çfarë drite I udhëzoi. Sot do të ndalemi tek disa prej këtyre ngjarjeve të rëndësishme që kanë ndodhur para lindjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, por që janë të lidhura drejt për drejt me jetën dhe misionin e Tij. Ngjarje që na bën të kuptojmë gjendjen e njerëzve në atë kohë dhe nevojën e madhe që ata kishin për udhëzimin nga Zoti I gjithësisë. Sepse njerëzit në Mekë dhe me gjërë jetonin në humbje të qartë, të zhytur në shirk, të zhytur në ignorancë dhe padrejtësi, derisa Allahu I lartësuar I mëshiroi ata duke u dërguar atyre të dërguarin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si udhëzim, si pastrim dhe dritë. Ndaj Allahu I lartësuar na tregon neve për gjendjen e tyre para dërgimit të profetit sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin." Ai është I cili I dërgoi tek analfabetët një të dërguar nga mesi I tyre, I cili u lexon atyre ajetet e Tij, I pastron ata dhe u mëson librin dhe urtësinë, edhe pse më parë ata ishin vërtet në një humbje të qartë. Po ashtu edhe I dërguari ynë sallallahu alaihi wasallam na tregon neve për gjendjen e njerëzve para dërgimit të Tij duke thënë: "Vërtet Zoti im më urdhroi mua që t'ju mësoj juve atë gjë që ju nuk e dinit. Prej atyre gjërave që më mësoi mua sot, çdo pasuri që ja kam dhënë një robi është halal, dhe unë I krijova robërit e mi të gjithë hunafa, pra të prirur në tauhid. Mirë po atyre u erdhën shejtanët dhe I larguan nga feja e tyre, u bën të ndaluar atë çka unë u kisha lejuar, si dhe I urdhëruan ata që të më bëjnë mua artak, gjëra për cilat nuk kam zbritur ndonjë argument. E me të vërtetë Allahu shikoi banorët e tokës dhe I urreu arabët dhe jo arabët prej tyre, përveç disa njerëzve të mbetur prej iftarëve të librit. Pra ky hadith na tregon gjendjen e arabëve para Islamit. Po ashtu sahabiu fisnik Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anhu na përshkruan neve gjendjen e njerëzve në Mekë para dërgimit të profetit sallallahu alaihi wasallam, kur ai tha mbretit të Etiopisë asaj kohe, Najashiut, I tha: "O mbret, ne më parë ishim popull I ignorancës, adhuronim idhuj, hanim të ngordhërat,
bënim immoralitet, ndërprisnim lidhjet farefisnore, silleshim keq me fqinjin, madje i forti prej nesh e hante të dobtin. Pra kështu ishim ne derisa Allahu na dërgoi një të dërguar nga mesi ynë, të cilit ja njohim prejardhjen, vërtetësinë e fjalës së tij, besnikërinë dhe dëgjërsinë. Kështu ai na thirri neve për tek Allahu që ta besojmë atë të vetëm dhe ta adhurojmë atë, si dhe që të heqim dorë nga ato që ne dhe baballarët tanë adhuronin përveç tij, prej burrëve dhe idhujve. Po ashtu ai na urdhëroi neve që të themi të vërtetën për mbushjen e amanetit, mbajtjen e lidhjeve farefisnore dhe sjelljen e mirë me fqinjen. Pra ky hadith na tregon neve se njerëzit kishin nevojë që Allahu i lartësuar t'u dërgonte atyre një të dërguar me qëllim që t'i nxjerrte ata nga errësira në të cilën ata vërtiteshin. Ndërsa sa i përket ngjarjeve madhështore që paraprin lindjen e profetit sallallahu alaihi wasallam, prej tyre do të përmendim historinë e dërmimit të Zemzemit nga Abdul Muttalibi, i cili ishte gjyshi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë histori na tregon sahabiu fisnik Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, i cili tha Abdul Muttalibi, isha duke fjetër në Al-Hijr. Al-Hijr është një vend aty në Qabe. Pa prit mas me erdhi dikush dhe tha, pra pa një ëndër. Pa prit mas me erdhi dikush dhe tha, gërma Tayyiban, pra një vend që quhet Tayyiba. Thash ç'është Tayyiba? Pastaj ai u largua prej meje. Kur erdhi dita tjetër u ktheva në vendin tim të fjetjes dhe fjeta aty. Më erdhi dhe tha gërma Barra. Thash ç'është Barra? Pastaj ai u largua prej meje. Kur erdhi dita tjetër u ktheva në vendin tim dhe fjeta sërish aty. Më erdhi dhe tha gërma al-Madmuna. Thash ç'është al-Madmuna? Pastaj ai u largua sërish prej meje. Kur erdhi dita tjetër u ktheva në vendin tim dhe fjeta aty. Më erdhi dhe tha gërma Zemzemi. Thash ç'është Zemzemi? Tha ai nuk shtëron kurrë. Domethënë nuk ndërpritet kurrë uji i tij dhe as paksohet. Ai u jep ujë haxhilerëve të shumtë. Ai është mes plehut dhe gjakut, të vendi i sjepimit të Sorrës me një alt bardh pranë vendbanimit të milingonave. Kur ati u bëhe qartë çështja e tij, pra Zemzemit, dhe ju tregua vendi i tij dhe e kuptoi se ishte i vërtet, doli herët me kazmën e tij dhe me të birin Harith ibn Abdul Muttalib, sepse atë ditë pra në atë kohë ai nuk ishte djalë tjetër veç tij dhe filloi ta gërmonte atë. Kur ju shfaq gurmuri i pusit, pra fundi i pusit, bëri tekbir, pra tha Allahu Akbar, dhe Qurayshët e kuptuan se ai kishte arritur qëllimin. Kështu ata u ngritën për të shkuar tek ai dhe thanë Abdul Muttalib, ky është pusi i babait ton Ismailit dhe ne kemi pjesë në të. Prandaj na bëj ortak me ty. Ndërsa ai tha, unë nuk e bëj këtë gjë. Kjo çështje më është veçuar mua e jo juve, si dhe më është dhënë mua nga mesi juaj. Ata thanë na jep të drejtë, sepse ne nuk do të lëmë rahat derisa të grindemi me ty për të. Ndërsa ai tha, atëherë vendosni mes meje dhe jush këtë doni si gjykatës. Ata thanë, gjykatës do të jetë Fallxhoria e Benu Sa'dit, pra një fis prej bijve të Sa'dit. Ndërsa ai tha po. Aliu radiallahu anhu tha se ajo ishte në anën e Shamit. Atëherë Abdul Muttalibi u ngjit mbi deve dhe bashkë me të ishin disa burra nga bijtë e babait të tij, prej bijve të Abdu Benafit. Po ashtu nga çdo fis u ngjitën mbi deve të tyre disa veta prej Qurayshëve. Pastaj tha, në atë kohë toka ishte shkretëtira të mëdha,
Pra, zona në cilën do të shkonin ata, do të kalonin disa shkëtira. Kur arritën në disa prej atyre shkëtëtirave, mes Hijazit dhe Shamit, Abdul Muttalibit dhe shokëve të tij u mbaroi uji. Kështu ata i zuri etja aq shumë sa menduan se do të vdisnin. Ndaj, ata filluan të kërkojnë ujë nga fiset e Kurejshve që ishin bashkë me ta. Por sa ata refuzuan dhe thanë, ne kemi frikë për veten tonë, se mos na zajë gjë që ju zuri edhe juve, pra mos na zë etja. Kur Abdul Muttalibi pa veprimin e tyre dhe frikën për veten dhe shokët, tha çfarë mendoni? Ata thanë, ne nuk kemi mendim tjetër veç mendimin tënd. Ndaj na urdhëro për çfarë të duash. Tha, unë mendoj që secili prej jush të gërmoj varrin e vet sa kohë që keni ende fuqi. Sa herë të vdes njëri prej jush apo shokët e tij, pra ta vendosin në varrin e tij dhe ta mbulojnë atë, derisa i fundit të mbetet një njeri vetëm, pasi humbja e një njeriu është më e lehtë se humbja e gjithëve. Pra, çdo kush hapte gropën e vet, dhe kur të vdiste ndonjëri prej tyre nga etja, ata ta varrosin në. Dhe i fundit, kur të vdiste, të ngelte jashtë gropës së tij se s'kishte kush ta varroste më. Ata thanë, sa mendimi një është ajo gjë për cilën urdhrove. Kështu secili u ngrit dhe gërmoi varrin e vet, pastaj u ulën duke pritur vdekjen nga etja. Pastaj Abdul Muttalibi i tha shokëve të tij, pasha Allahun, hedhja jon me duart tona kështu në vdekje, pa ecur në tokë pa kërkuar për veten tonë, është pa aftësi. Ndoshta Allahu na furnizon me ujë në ndonjë vend. Prandaj nisuni. Kështu ata u nisën dhe kur mbaruan së kërkuari, ata që ishin nga fiset e Kurejshve shikonin tek ata se çfarë do të vepronin. Abdul Muttalibi eci përpara dhe hipi mbi deven e tij, dhe kur ajo lëvizi, shpërtheu nga poshtë thundrës së saj një burim me ujë të ëmbël. Kështu Abdul Muttalibi bëri tekbir, dhe bashkë me të bën tekbir edhe shokët e tij. Pastaj zbriti dhe piu ai dhe shokët e tij, si dhe morën ujë aq sa mbushën enët e tyre. Pastaj thiri fiset e Kurejshve dhe tha, ejani tek uji, Allahu na dha ujë, pini dhe mbushni. Ata erdhën, pinë ujë dhe mbushën. Pastaj thanë, pasha Allahun, ka gjykuar Allahu për ty kundër nesh o Abdul Muttalib. Nuk do të ngrindemi më me ty për Zemzemin kur. Më të vërtet ai që të dha këtë ujë në këtë shkretëtir, është ai që të dha Zemzemin. Ndaj kthehu tek pusi yt i udhëzuar. Kështu ai u kthye dhe bashkë me të u kthyen edhe ata dhe nuk shkuan tek fallxhoria për gjykim dhe alan atë të qetë me pusin e Zemzemit. Robert Allahut, vërtet kjo është ngjarje madhështore dhe nuk ka prej jush, veç se ka pirë nga ky ujë i Zemzemit, i cili nuk shtëron kurrë, sado që merret prej tij. Ai rrjedh me urdhër të Allahut të lartësuar dhe u jep ujë haxhilerëve. Robert Allahut po ashtu prej ngjarjeve që ndodhen para lindjes së profetit sallallahu alaihi wasallam, është edhe historia e zotimit të Abdul Muttalibit, që të therte njërin prej djemve të tij. Kështu nga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma transmetohet se ka thënë, Abdul Muttalib ibn Hashim ishte zotuar se nëse do t'i plotësoheshin 10 djem, do me thënë nëse Allahu i lartësuar do t'i jepte atij 10 djem, atëherë ai do të therte njërin prej tyre si falënderim për Allahun. E kur ju plotësuan 10 djem, hodhi short mes tyre se cilin do të therte. Kështu shorti ra mbi Abdullah ibn Abdul Muttalibin, pra babajin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe ai ishte njeriu më i dashur për Abdul Muttalibin. Pastaj Abdul Muttalibi tha, o Allah, ai ose 100 deve. Pra hodhi short që të binte shorti ose tek devet, që të shpagunte zotimin e tij ose të binte tek Abdullah. Pastaj hodhi short pra mes tij dhe deveve dhe shorti ra mbi 100 deve. Kështu djali i tij Abdullah shpëtoi
dhe në vend të tij u therrën 100 deve si shpagim për zotimin e tij. Robert Allahut, kjo ngjarje tregon për atë gjë që kishte caktuar Allahu i lartësuar, se lindja e profetit sallallahu alaihi wasallam do të bëhej prej babait të tij Abdullah ibn Abdul Muttalibit, sepse Allahu e ruajti jetën Abdullahut duke larguar Abdul Muttalibin nga therrja e tij. Kështu Abdullah ibn Abdul Muttalibi u martua me Aminen bijen e Wahbit, dhe Amineja mbeti shtatzën me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Robert Allahut, po ashtu prej ngjarjeve madhështore që paraprin lindjen e profetit sallallahu alaihi wasallam, është edhe historia e poseduesve të elefantit, të cilët deshën të shkatronin Qabën. Kjo histori është e njohur dhe ju e dini. Ajo është vërtetuar në Kur'an dhe Sunet. Ndaj Allahu i lartësuar ka thënë: Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil, wa arsala 'alayhim tayran ababil, tarmihim bi hijaratin min sijil, faj'alahum ka'asfin ma'kul. A nuk e ke parë se si veproi Zoti yt me poseduesit e elefantit? A nuk e bëri kurthin e tyre që të dështoj, dhe dërgoi mbi ta zogj grupe që i gjuanin me gur prej bajtë të pjekur, dhe i bëri ata si byk i ngrënë. Ka thënë Ibn Kathiri, Allah më shëroft, në komentimin e këtij ajeti: kjo është një nga begatit me cilat Allahu i lartësuar i begatoi Kureshët, për shkak se i largoi prej tyre poseduesit e elefantit, të cilët kishin vendosur ta shebnin Qabën dhe të zhduknin gjurmët e saj nga ekzistenca. Kështu Allahu i shkatroi ata, i poshtroi, u dështoi përpjekjen dhe u humbi veprën, dhe i ktheu me dështim të plot. Ata ishin popull i krishterë, dhe feja e tyre ishte më afër gjendjes së saj ajo që kishin Kureshët nga adhurimi i idhujve. Por kjo ishte para përgatitja dhe hyrja për dërgimin e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, sepse në atë vit i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam lindi. Sipas mendimit më të njohur, mirë po Allahu nuk i ndihmoi Kureshët kundër habeshitëve, pra atyre që ishin nga Abisinia, por se që kishin një pushtet në Yemen që deshën pra marshonin drejt Qabës. Nuk i ndihmoi thot ata kundër tyre se ishin më të mirë se ata. Jo, por se për ruajtjen e shtëpisë së lashtë, Qabës, të cilën Allahu i lartësuar e nderoi, e madhëroi dhe lartësoi me dërgimin e vulës së profetëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Mbaroi fjala e tij, Allahu më shëroft. Robert Allahut, këto ishin disa ngjarje shkurtimisht që kanë ndodhur para lindjes së profetit ton sallallahu alaihi wasallam. I përmendëm ato me qëllim që të dëgjojmë pak se çfarë ka ndodhur para lindjes së profetit ton sallallahu alaihi wasallam, dhe që të përfitojmë disa dobi që nxirren prej tyre. Ndaj çfarë dobish nxirren prej tyre, ato do t'i dëgjojmë në dasht Allahut tani në hutbën e dytë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanihi wa ashkuruhu ala tawfiqihi wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Robert Allahut, cilat janë mësimet, këshillat dhe urtësitë që përfitojmë nga këto ngjarje të mëdha që ndodhën para lindjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shkurtimisht themi se së pari, Qabja është shtëpia e Allahut, dhe është shtëpia e parë që është vendosur për njerëzit. Kushdo që përpiqet që ta sulmojë atë, Allahu i lartësuar do ta shkatrojë. Ndaj Allahu i lartësuar thotë: Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil. A nuk e ke parë se si veproi Zoti yt me poseduesit e elefantit? A nuk e bëri kurthin e tyre që të dështoi? Po ashtu Allahu i lartësuar thotë:
وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Kur synon në Kabe që ta nojmë nga padrejtësia, ne do ta bëjmë atë që të shijojë dënim të dhëmshëm. Prandaj u themi armiqve të Islamit, dhe kujdo që përpiqet ose i shkon ndërmend të sulmoj shenjtëritë e muslimanëve apo shtëpinë e Allahut. Allahu është mbikëqyrës ndaj tyre. Pra Allahu është mbrojtës i shenjtërive të muslimanëve. Së dyti, Qabja është kibla e muslimanëve, kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është udhëheqësi i të devotshmëve. Ndaj, shikoni robërt Allahut se si Allahu i lartësuar e ruajti Qabën nga poseduesit e elefantit, sepse pas dërgimit të profetit sallallahu alaihi wasallam, ajo do të ishte kibla drejt së cilës drejtohen muslimanët në namazet e tyre. Kështu Allahu i lartësuar e ruajti atë. Profeti sallallahu alaihi wasallam, profeti fisnik, është ai që udhëheq njerëzimin drejt lumturisë së kësaj bote dhe të botës tjetër. Dhe kur Allahu dëshiron diçka, ai përgatit shkaqet për të. Kush e ruajti Abdul Muttalibin në shkret të lirë që të mos vdiste nga etja, është Allahu, sepse nga ky njeri do të dilte Abdullahu, i cili është babai i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Po kështu, kush e ruajti Abdullahun nga therrja dhe flijimi, është Allahu, sepse nga ky njeri do të dilte i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, nga dërgimi i cilit varet lumturia e njerëzimit dhe i cili i nxjerr njerëzit nga errësirat për në dritë me lejen e Zotit të tyre. Ndaj, merrni mësim, o ju të mençur dhe ndihuni të nderuar, që i përkisni kësaj feje të madhe dhe që njeni nga pasuesit e zotërisë së bijve të Ademit, që është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. I lutëm Allahu të lartësuar që të na bëjë prej atyre që i kuptojnë mirësitë dhe urtësitë e tij dhe që janë falënderues dhe përkujtues të begative të tij. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.